Moderatorja bukuroshe Kiara Tito sapo ka publikuar një foto që ka zbutur zemrat e ndjekësve të saj në rrjetet sociale. Në këtë imazh të ëmbël shfaqet vogëlushja Luna Mari, e veshur me një palë rroba banje me motive të dashura për fëmijët, gati për të shijuar një ditë relaksi në plazh. Në këtë çast të këndshëm, Luna Mari duket e lumtur dhe kurioze, ndërsa eksploron ambientin përreth me pafajësinë dhe gjallërinë që e karakterizon. Kiara e ka shoqëruar foton me një mbishkrim plot humor dhe dashuri ku shkruan: "Gati për plazh, po nuk duam sandale", duke treguar kështu edhe ndonjë nga ato kokfortësitë e ëmbla që ka çdo fëmijë në këtë moshë. Kjo pamje ka tërhequr menjëherë vëmendjen e fansave që janë të shumtë në numër dhe që nuk ngurojnë të komentojnë me fjalë të mira dhe urime për vogëlushen dhe familjen. Në foto dallohet qartë atmosfera e këndshme dhe e qetë e një dite vere, me çadrat e bardha dhe detin që shfaqet në sfond, duke sjellë edhe më shumë freski dhe pozitivitet. Vogëlushja Luna Mari është kthyer në një nga figurat më të dashura për publikun që ndjek çdo hap të saj, duke i përshëndetur me komente dashamirëse dhe urime për gëzime e lumturi. Kiara, me këtë postim, ka dhënë edhe një herë shembullin e një mami të përkushtuar që ndan me ndjekësit momentet më të bukura të jetës së saj, duke krijuar një lidhje të veçantë me ta. Pa dyshim që kjo ditë në plazh do të jetë një kujtim i bukur për familjen e saj, ndërkohë që ndjekësit mezi presin postime të tjera plot dashuri e lumturi nga kjo familje e adhurueshme. Pa dyshim që kjo ditë në plazh do të mbetet një kujtim i bukur për familjen e saj, ndërkohë që ndjekësit mezi presin postime të tjera plot dashuri, ngrohtësi e lumturi nga kjo familje e adhurueshme. Fansat kanë nisur menjëherë të komentojnë me mesazhe pozitive, duke e komplimentuar vogëlushen për ëmbëlsinë dhe thjeshtësinë e saj, por edhe Kiarën për mënyrën si e përcjell çdo moment të veçantë me ndjekësit e saj. Ky postim ka rritur edhe më shumë dashurinë dhe respektin që publiku ka për familjen e Luizit dhe Kiarës, e cila çdo ditë më shumë tregon se sa shumë e shijon rolin e saj si nën. Shumë prej ndjekësve shprehen se mezi presin të shohin edhe aventurat e tjera të vogëlushes Luna Mari, e cila dita ditës po rritet mes dashurisë dhe kujdesit të prindërve të saj dhe po i jep edhe më shumë jetë e ngjyra çdo momenti të tyre. Kjo foto e thjeshtë, por plot ndjenja, është një tjetër dëshmi e harmonisë dhe gëzimit që mbretëron në këtë familje.